veten time. Të ndalem pak këtu tek rritja, që nga dita 1 e hyrjes tuaj në politik dhe deri tani, duke qenë se e një zonjë, një grua, në politikën aktive, intensive, si kanë ndryshuar gjërat që atëherë deri tani në këtë këndvështrim? A kanë lëvizur për mirë me përfaqësimin e gruas, me rolin e saj? Duke ballafaquar edhe me të kaluarën. Në 2009 ka marrë një propozim nga zoti Berisha si zëvendësministre e integrimit, sapo kisha përfunduar doktoraturën, studime jashtë, isha pedagoge në Fakultetin e Ekonomisë, gjithmonë me Partinë Demokratike, po s'kisha menduar që do të isha ndonjëherë figurë publike përfaqësuese e partisë. Kam shkuar në takimin e parë, mbaj mend si tani, nga salla e fakultetit, me kostum dhe me taka, tek bregu lumit, ke Degatet, me një grup qytetarësh për diskutuar për legalizimet. Dhe unë vija nga një familje tiranëse që kisha probleme të tjera pronash. Kam dal nga i takim, të them të drejtën, mu dridh pak zëri kur fola. Mu dridh sepse ti ndjen një përgjegjësi tjetër kur je tek elektorati. Kam dal nga i takim me pak një pyetje në vete dhe një pikë pyetje dhe kam thënë, kam bërë gjën e dur apo jo? Sigurisht që shumë gjëra kanë ndryshuar në këto 12 vite në parlament që unë jam dhe 15 vite në politikë aktive. Por roli gruas në mendimin tim nuk është ai që duhet kishte qenë. Ne kemi më shumë gra në parlament, kemi më shumë zonja në parlament, po unë ngre pikpyetjen time për shumë situata në parlament që duhet i kishin zgjidhur zonjat. Unë në rastin tim nuk kam pasur asnjëherë asnjë zonjë e cila më ka dalë në krah edhe kur më kanë sulmuar pa drejtësisht, për shkak të çështjes e incineratorëve. Nuk kam pas asnjëherë asnjë zonjë edhe kur kryetari i bashkisë më sulmonte pa drejtësisht, as për të viktimizuar asgjë, po kam qenë shtatzane në atë periudhë dhe nuk e kam përjetuar mirë. Dhe janë disa situata për cilat zonjat prandaj janë politik, edhe për të krijuar një frymë ndryshe, edhe për të përfaqësuar për çështje të cilat zonjat i bëjnë më mirë. Arsimi, shëndetësia, strehimi, këto cilësi nuk i kanë sjellë dhe më vjen keq që të them që shpeshherë kjo përdoret kuota gjinore është përdorur edhe si një çështje numrash. Kjo tek përfaqësimi i kabinetit qeveritar për shembull? Dhe këtu i referohen pjesës maxhorancës, përfaqësimi i kabinetit qeveritar. A kemi sot më shumë fonde për arsim? A kemi sot më shumë fonde për shëndetësi? A shërbejnë gratë shpeshherë edhe për fasadë për të mbuluar një realitet që nuk është ai që duhet të ishte? Nuk po them që në Partinë Demokratike ne kemi gjërat fjoll dhe neve jemi 100% më mirë. Kur ka qenë në maxhorancë Partia Demokratike, dhe tani Partia Socialiste prej shumë vitesh, ka ndryshuar diçka për mirë në këtë drejtim me gruan, me përfaqësimin e saj dhe me rolin? Në 2013 unë mendoja që përfaqësimi më shumë zonjave në politik do sillte një realitet komplet ndryshe. Nuk e solli atë realitet ndryshe. Po të shikosh renditjen e deputetëve më aktiv, janë 3 zonja nga Partia Demokratike. Zonjat e Partisë Demokratike ndoshta në numër nuk mundet që t'jemi njëjtë me ato të maxhorancës, po në çështje, në kauza, 3 kryetare komisioni parlamentar nga Partia Demokratike janë të 3 zonja. 3 kemi ne kryetare komisioni. 2 komisione hetimore ka pas Partia Demokratike, të 2 zonja i kanë drejtuar. Do me thënë, në të djathtën, me gjithë se e majta propagandon shumë, në të djathtën, dhe jo vetëm Shqipëri, në gjithë botën, se për shumë Margaret Thatcher, Angela Merkel, janë të djathta, zonjat kanë treguar që kanë shkuar për te kuotave. Dhe unë besoj që ky është shembulli më i mirë në politikë, që ti sigurisht të mbështetesh edhe ke këto mekanizma, po ti ta tregosh rrugën tënde, ta shkelësh vetë baltën, të shkosh vetë der më der dhe ta tregosh vetë shembullin tënd.